Silvinjo shpall listën e kombëtares për Serbinë dhe Jordanin, Risia Klisman Caka. Trajneri I kombëtares shqiptare Silvinjo ka publikuar listën me 25 lojtarë të grumbulluar për 2 ndeshjet e muajit tetor, sfidën kualifikuese të Kupës së Botës kundër Serbisë dhe miqësore ndaj Jordanisë. Risia e vetme kësaj liste është qendërmbrojtësi I Shkëndijës së Tetovit Klisman Cake. Pas paraqitjeve të mira në skuadrën maqedonase, që siguroi një kualifikim historik në Conference League, lojtari 24 vjeçar I Shkëndijës ka bindur Silvinjën për ta ftuar për herë të parë në kombëtaren A, pasi më herët ka qenë pjesë e përfaqësueses Under 21. Lista e plotë e lojtarëve të grumbulluar: portier Tomas Strakosha, Mario Dasinani, Simon Simoni, mbrojtës El Seid Hysa, Ivan Balliu, Mario Mitaj, Naser Ali, Adrian Ismaili, Enea Mihaj, Berat Gjimshiti, Arlind Ajeti, Klisman Cake, mesfushor Ylber Ramadani, Julian Sheu, Kristian Aslani, Medon Berisha, Qazim Daci, Adrian Paeziti, Nedim Bajrami, Arber Hoxha, Yasir Asani. Sulmues Armando Broja, Morto Uzuni, Rej Manaj, Melindaku. Grumbullimi I kuqezimeve nis të hënën në 6 tetor në Tiranë. Ndeshja kualifikuese ndaj Serbisë do të luhet më 11 tetor në stadiumin Granci Stadion Dobronica pa spektatorë. 3 ditë më vonë, më 14 tetor, kombëtarët do zhvillojnë një miqësore ndaj Jordanisë në stadiumin Air Albania në orën 19.